Të nderuar shikues të televizionit 7, është ky edicioni i lajmeve orës 15 dhe nisim me lajmën për Kuvendin e Kosovës. Mbledhjet në këtë institucion në tentim për ta konstituar legjislaturën e re vijojnë të jenë të pasuksesshme. Edhe këtë të njëjtë seancë është ndërprerë pasi tentimi që përmes një komisioni të kalohet nga votimi i hapur në të mbyllur nuk i mori votat e mjaftueshme të deputetëve. Seanca tjetër është caktuar të mbahet të shtunën. Nuk ka propozime. Andaj lusë deputetët që me ngritje dore të deklarohen për komisionin zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? 55 deputet kanë votuar për. Kundër ka votuar një deputet, abstenimin nuk ka, nuk kemi quorum, seanca ndërpritet, shihemi me 31 maj në orën 10:30. Shpresat se mund të arrijë një zgjidhje kësaj bllokade u shtuan para nisjes së seancës. Aty kreu i nismës Fatmir Limaj konfirmoi se ka rinisur bisedimet për marrëveshje politike me vetëvendosjen. Limaj në është i gatshëm ta votojë edhe Nenad Rashiqi, e po ashtu Duda Balje tha se do e shqyrtonte votën pro tij si kryeparlamentar. Unë sa kam informacion, s'ka asnjë dyshim, po besoj, fatkeqësisht ka mundësi që të shkohet që ka shkuar deri më tani, nuk kemi ndonjë informacion. Atë që aty. Po besoj që sa më shpejt të bëhet ajo shumicë parlamentare dhe gjërat e ecin në rrugën e duhur. Kjo duhet të bëhet ashtu siç bëhet, sikur çka bëhet gjithmonë. Bëni marrëveshje me shkrem, një marrëveshje politike e publikuar dhe pastaj gjërat shkojnë në rrugën e duhur. A mund t'ju befasoj Albin Kurti sot ju propozuesi? Edhe ja po them, marrëveshjet politike ndërtohen ndryshe. Është çështje e befasive, besoj. A jeni takuar me zotin Kurti, zotin Limaj? Ashtu siç kam thënë. A jeni takuar dje? A do të takuani sot me zotin Kurti? Unë jam i gatshëm të takuar kurdo që kam ftesë, jam i gatshëm të takohem me të gjithë. A keni ftesë? Jo, s'kemi si mi takuar dhe nuk kam ndonjë ftesë. Me dikë tjetër nga partia? Po, kem pi kafe me Gdaukun para 2 ditë. Edhe mirë shumë. Kemi biseduar për kemi trajtuar. Zoti Konjuvca ka ushtruar në kryetarit kuvendit. Drejtuesi i institucionit është edhe mëse normale të bashkëbisedojmë për zhvillimet, për shqetësimet, për ato që sa do shkojë Kosova dhe gjë më normale të bisedojmë, të trajtojmë tema se si më dal nga kjo situatë. Politikë normal është që të ketë ndryshimit të opsioneve ose planeve ose ministrave që A jeni njoftuar nga Kurti që mund të ketë një propozim të ri për kryeparlamentar? Deri në këtë moment. Nëse do të jetë Fatmir Limaj, e votoni? Po. Siç thash pak më herët, përgjegjësia është konceptin ku ju duhet të pranoni se ka një shumicë e cila është konsultuar ose e ka është në procesin e konsultimit. Dhe normalisht dhe une me vite po njihim dhe me zotin Limaj personalisht se kemi qenë herë e parë kur kemi qenë në qeverisë bashkë, kemi qenë 2007, prandaj gati 20 vjet, 18 vjet saktë. Po njihemi prandaj nuk ka më asgjë të kundërt. Kemi një mendim, këtu jemi ku jemi të prit ndaj përmirësim ose jo vendimi i gjykatës, edhe këtu s'kam shka me thonë unë absolutisht nuk besoj, sepse kemi qëndrim me kryeministrit i cili është shumë qartë. Dhe as nuk kam menduar, nuk besoj se kam e qenë. Në rast se do të ishte? Në rast na kena me fol, domethënë me parti edhe kena me pa. Por nuk besoj se kam e qenë kandidat për kryeparlamentar. Edhe na secili prej neve domethënë vetë jemi të vendosur në cili grup jemi. Unë momentalisht jam pavarur, edhe nuk jam pjesë e asnjë grupi parlamentar. Qështu kam me qenë deri momentin kur do më thonë formohet ose kuvend ose qeveri, masa ne kena me vendos. Tash në këtë moment jam pavarësh. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Najit Hasani ka vazhduar takimet e tija me deputetet e televizjes vetëvendosje. Televizioni 7 ka siguruar pamjet e momentit kur deputeti i PDK-s ishte i ullur me 2 deputet të vetëvendosjes Shqipe Selimin dhe Arben Bitin.
Para 2 ditësh Hasani u kap nga kamera duke folur edhe me Agim Batirin e po ashtu deputetive të vendosjes. E këto nuk ishin takimet e vetme, para disa ditësh i njëjti është parë në një afërsi me deputeten e betuar të vetëvendosjes Albulena Agjiun, një herë të emëri disa herë për kandidate për krye parlamentare. Mirë po, ndërsa dyshja po diskutonin, ka qenë Agjiu ajo e cila ka shmangur mediat duke ju drejtuar atyre se janë të zënë. Kurse ishte vetë Najt Hasani, ai i cili i tha se teme këtij diskutimi ishte organizimi i përvjetorit të masakrës në burgun e Dubravës. Pas dështimit të radhës të seancës konstituive, përfaqësuesit e PDK-s dhe LDK-s e kritikuan qasjen e kryeministrit ndaj bizneseve që sot protestuan kundër vendimit për kalim në treg të hapur të energjisë elektrike nga 1 qershori. Kjo është e turpshme, është e papranueshme dhe nuk duhej të ndodhte asnjëherë. Ne sot po flasim jo për 1%, siç e ka quajtur kryeministri, po për mbi 50% të punësuarve në sektorin privat, për mbi 35% të punësuarve në total në Republikën e Kosovës. Sektori publik i punëson rreth 90.000 punëtor, ndërsa kompanitë të cilat do të rrezikohen deri në mbyllje nga ngritja e tarifave që ka mundsuar kjo qeveri dhe ZRE-ja që vepron në sinkron me ta, i punësojnë mbi 140.000 punëtor. Pra, është vërtet e tmerrshme që kemi në detyrë një qeveri që jo që s'mendon për sektorin privat, për të punësuarit në këtë sektor, po përkundrazi u rrezikon edhe vendet e punës. Ka shumë mundësi që Albin Kurti me e fitu edhe këtë betejë, sepse beteja e Albin Kurtit nuk është asnjëherë me ndërtu diçka. Beteja e Albin Kurtit është me shkatërru. Të gjithë neve na kujtohet kur Albin Kurti e ka mujt Rahman Jasharin, protestën e Zbashkut. Po kur e ka mujt Albin Kurti Rahman Jasharin, nuk e ka mujt Rahman Jasharin, po e ka mujt arsimin. Albin Kurti nëse i mund këto 1300 biznese, nuk i mund ato ose ata individ, po e mund ekonominë e Kosovës. E kur Albin Kurti e mund arsimin edhe ekonominë, i vetmi përfitues këtu është Serbia. Këtë qëndrim Kurti e dha vetëm pak minuta para se bizneset nisnin kundërshtimin e tyre për vendimin që të kalohet në treg të lirë të energjisë elektrike. Ata kërkuan shtyrin e zbatimit të këtij vendimi për 1 vit dhe formën e kundërshtimit e patën duke i bllokuar të gjitha hyrjet në kryeqytet. Po ashtu ata patën një përgjigje edhe për Kurtin. për me kundërshtu vendimin për me dalë me 1 qershor në tregun e lirë për shkak se institucionet e vendit, ZRE-ja, po dhe institucionet tjera cilat janë kompetente me pregadit tregun, me pregadit kushtet që me dalë në tregun e lirë. Biznesin nuk e kanë pregadit, mirë po bizneset me dhunë po detyrohen me dalë në tregun e lirë. Të pindron fjalë se ka pas një paraqitje publike ku ka thonë që ZRE-ja është e pavarur. Ne qa kemi kërku prej qeverisë Kosovës, kemi kërku një subvencionim që ZRE-si nevojitet për 50 milionve që me shty ose me najdhan ne këtë fazën e tranzicionit, që mos me dalë në tregun e lirë. Me 50 milion që prap nuk jem privatit kryeministrit, po janë të taksapaguzet këtyne që janë sot këtu, këta e mushin buxhetin. Po me këto 50 milion e pështon biznesin, i pështon qytetarët e Kosovës, se nuk i ngarkon edhe një herë dhe e pështon ekonominë e vendit. Cili prodhues mund të konkurrojë me 300% të energjisë në treg me prodhuesit regional që në rrethoj njeve. Kjo është diçka e pamundur. Unë e kërkoj jo veç nga prodhuesit, po gjitha institucionet, edhe qytetarët, edhe gjithë
të jenë me prodhues se është momentum i fundit ku ne mund të na ndihmojnë neve si prodhues. Për ndryshe, po s'na ndihmojnë, besoni se gjithë do të falimentojnë. Për këtë temë është deklaruar dhe Ministria në Detyre e Ekonomisë Artane Rizvanolli. Ajo tha në një konferencë për media se sa i përket tregut të lirë energjetik, zyra e regulatorit e energjisë ka njoftuar se 6 furnizues janë aktiv dhe 5 prej tyre kanë dhënë oferta për bizneset. Në datën 19 maj 2025 kemi organizuar një takim të përbashkët me odat ekonomike të vendit dhe përfaqësuesit e bizneseve, në veçanti me prodhuesit vendor, për të kuptuar nga afër shqetësimet e tyre specifike. Nga zërejë në takimin e djeshëm të radhës që kishim me bizneset dhe odat, zërejë na njoftoi që nga ai takim janë shtuar edhe 2 kompani të licencuara, duke shtuar numrin total të kompanive të licencuara për furnizim në 21, dhe nga këto, tek zërejë, 6 prej tyre kanë deklaruar se janë aktive, dhe 5 prej tyre kanë deklaruar se tashmë u kanë dhënë oferta disa bizneseve e disa edhe kanë nënshkruar kontrata me disa biznese. Në media e pamë që përfaqësues të odës ekonomike të Kosovës paralajmëruan bllokim të rrugëve magjistrale të Prishtinës. Si është e mundur që dikush që kërkon tranzicion dhe kohë nga ana e institucioneve, të vetmin opsion pa paralajmërim ka bllokimin e rrugëve paradite e sabotimin e përpjekjeve të sinqerta të institucioneve për ndihmë të bizneseve. Kolegu i Rizvanollit në qeveri, ministri në detyri i bujqësisë Faton Peci, kohët e fundit ka shqetësime të tjera. Ai pas intervistimit nga prokuroria speciale mbi një kontratë milionshë për cilën dyshohet se pati keq përdorime, i ka fajsuar medjet. Aja që ka raportohet media, unë nuk e marrë hiq as seriozisht as të vërtet. E para edhe e dyta, ne do të vazhdojmë me procedurën e njëjtë për votimin e komisionit që procesi i zgjedhjes së kryetarit të kuvendit ose kryetarës të jetë me votën e fshehtë. Kështu që do të vazhdojmë procedurën. Çka po pengon për atyre që po raportohen media të Peci, po thonë që nuk e merrin seriozisht, ka të bëjë me radhë. Nuk fola kështu për një çështje specifike. Po në rast si lexon tazon 100 shkrime për ty në 99 janë të pavërteta, atëherë në momenti kur thoni që është fol ose është thon media, kjo për mua nuk do të thon kurrë. Nuk ne po sanda një deklarim pas arrestimit tuaj nga hetuesi të njësisë veçantë timore se përket rastit në Ministrinë e Policisë, se kemi parë gjithë atë. Unë mendoj që është në interes të Kosovës, e më shumë se sa në interes të Kosovës, në radhë parë për mua është me interes që sa më parë mos bardh çdo detaj për pretendimet që i kanë mekanizmat e drejtësisë dhe unë jam i hapur edhe bashkëpunues edhe libër i hapur për këtë veprimet edhe për atë sa mund ka taku mua si ministër edhe me kaq besoj që e përmbylli këtë temën për çka diskutuar. Ne jena partia Guxo edhe jemi në koalicion me lëvizjen vetëvendosje, vendimet i marrëm bashkërisht edhe në grup ose në seancën konstitutive shëndetje kryetare. Dhe do thot në seancën konstitutive. Kësaj deklarati ka reaguar aktivistja dhe juristja medias Flutura Kusari. Ajo e ka ftuar ministrin Peci që të merret me punët e tija dhe se mediat ka kush i vlerëson. Përshëndetje ministër, e inspiruar nga deklarata juaj e sotme të cilën nuk po e ripublikoj për të mos përsëritur fjalët që po i shpërndani, ju lutem që të fokusoni në punët tuaja në ministri dhe në këto çështje që i keni me organet e drejtësisë. Ju ftoj që mediat ka kush i vlerëson. Ju njoftoj, ju e keni vetëm një obligim në raport me media, të ofroni qasje në dokumente publike dhe të jepni llogari para mediave në detaje, ka shkruar Kusari në Facebook. E në fund fare sjellim edhe një lajm tjetër që ka të bëjë me një person i cili është gjendur pa shenja jete mëngjesin e sotëm në lagjen Ulpiana në Prishtinë. Në vendin e ngjarjes menjëherë kanë dalë ekipet policore ato mjekësore të cilat konstatuan vdekjen e viktimës. Pjesëmarrës në këtë ngjarje ishin edhe zjarfiksit të cilët asistuan në hapjen e derës së banesës së tashmë të ndjerit në katin e 11. Rasti është duke hetuar si hetim i vdekjes. Me këtë lajm po e mbyllim edhe këtë edicion informativ, gjithë ju që ndatë këto momente me ne për t'u informuar, faleminderit dhe mirëmbëjtje.